këshill për të gjitha çiftet. Para se të mendoni për divorcin apo ndarjen, drejtohuni tek një hoxh që bën rukje me Kur'an, sepse në shumë raste divorci ka ndodhur për shkak të magjisë, zilisë ose syrit keq. Nëse i keni këto simptoma, atëherë ju kanë bërë magji të ndarjes. Ndryshimi i gjendjes mes bashkëshortëve, nga dashuria në urrejtje, zënka të shumta pa arsye të qarta, urrejtja e qëndrimit në shtëpi, dëshira për divorc, nervozizmi ekstrem, dyshime dhe paragjykime ndaj njëri tjetrit. Çdo njeri dëshiron që ta kalon kohën më shumë vetëm se sa me njëri tjetrin, dhimbjet në këmbë dhe stomak. Nëse i keni këto simptoma, atëherë në këto raste duhet marrë seriozisht gjendjen tuaj, që me lejen e Allahut të shpëtoni nga ndarja. Andaj ju këshilloj që gjatë gjithë kohës të qëndroni me abdes, të falni 5 kohët e namazit dhe të filloni menjëherë me seanca të rukjes derisa të ndjeni se gjendja juaj bashkëshortore ka filluar të përmirësohet.